140 km larg qytetit të Tiranës dhe larg shtyrët të Ministrit të Turizmit në qytetin e Vlorës, mafia e ndërtimit dhe ajo e karburanteve po shkatërrojnë vlera natyrore dhe turistike të një prej perlave më të bukura të vendit. Sipas ekspertëve të Gjeomedisit, ky shkatërrim ndodh për shkak të korrupsionit të njerëzve me pushtet që drejtojnë bashkinat të qytetit, të cilët në kundërshtim të hapur me ligjin japin leja ndërtimi pallatësh 8-10 kate në zonat më të bukura Buzdetit dhe leja ndërtimi për pika karburantesh brenda vijës së plazhit, duke udhëtimi ynë në qytetin e Vlorës fillon nga një tegdhire pikërisht pranë portit të qytetit. Për këtu e deri tek ujët e ftohtë, shtrihet një plazh më të rrallët në vijën tonë bregdetare. Sipas në punëzve të Drejtorisë së Turizmit në Bashkinë e Qytetit, vitin e kaluar në Vlorë kanë pushuar mbi 350.000 turistë, ndërsa si vjet pritet që ky numër të rritet edhe më. Mirëpo gjasat tregojnë për të kundërtën, pasi bashkë në zemër të plazhit, brenda hapësirës publike, ku pushojnë mijëra turistë vendas dhe të huaj dhe fare pranë vijës së detit, në muajt e parë të këtij viti, është ndërtuar një goxha pikë tregtimi karburantesh. Kjo gjë ka bërë që njerëzit të ngrihen buzëqeshë në fytyrë dhe të qëndrojnë larg plazhit. Megjithëse kemi hyrë në stinën e nxehtë të verës dhe temperaturat janë ngritur mbi 30 gradë, siç e shihni, pushuesit këtu janë të pakët. Mjekët e qendrës shëndetësore në shërbim të turistëve thonë se është pikërisht kjo pikë karburantesh që i ka trembur mysafirët, se ajo përbën një rrezik të madh për jetën e tyre dhe larg qoftë shprehën ata, mundet që edhe këtu, nga një pakujdesi e vogël, të na ndodhë siç ndodhi vjet në Gërdec, ku nga shpërthimi i predheve humbën jetën 10 njerëz. Mirëpo interesat e sipërmarrësve privat dhe xhepat e pushtetarëve në bashki, thonë mjekët, nuk pasën të ngopur. Po si veprohet me këto leje dhe se kush vepronte, kush është personat që i kanë dhënë një leje të tillë? Ne si mjek mirë s'na vjen se nuk është shumë e nevojshme se mund të ndërtoj dhe pak më larg ose më afër qytetit, nuk është në një distancë që duhet një karburant. Hapja e pikave të karburantit Buzdetit është kthyer në një biznes të madh fitimprurës, si për sipërmarrësit, ashtu edhe për drejtuesit e pushtetit vendor. Vetëm përgjatë rrugës Skel u i ftohtë, në distanca fare të afërta dhe në kundërshtim flagrant me ligjin mbi hidrokarburet që parashikon ngritjen e pikave të karburanteve, 1 në çdo kilometër, janë ngritur 3 pika të tilla tregtimi karburantesh. Sipërmarrësit ofrojnë shumë të mëdha parash për marrjen e lejeve të ndërtimit për një biznes që sjell fitime të mëdha, duke mos marrë asnjë masë mbrojtëse në rast zjarri ose shpërthimi cisternash. Këtu te karburantet Kastrati, kamera e programit hapur ka fiksuar vendodhjen e një depozite gazi, pothuaj në sipërfaqe të tokës. Sipas vendimit të KRT-s Bashkisë Vlorë të datës 24 shkurt 2009, leja e ndërtimit është dhënë për ngritjen e një objekti biznesi multifunksional, por këtu nuk shihet asgjë, as bar kafe, as minimarket, as pikë telefoni, vetëm gaz dhe karburante. Për nxjerrjen e kësaj lejeje, kryetari i bashkisë mblodhi KRT-n dhe pavarësisht kundërshtimeve nga disa anëtarë të këtij këshilli, me shumicë votash miratoi dhënien e lejas për shesh ndërtimi dhe lejen e ndërtimit për këtë objekt biznesi multifunksional. Sipas profesorit juridik në prefekturën e Qarkut Vlorë, me shumicë votash është miratuar, ajo? Edhe sheshi dhe me sa më kujtohet dhe leja. Normal dokumentacioni duhet jetë më i saktë atje në bashki, sepse nuk vim këtu në prefekturë për të shpërur me prilishmërim. Në, do të thënë vendimet e KRT-s së Bashkisë Vlorë. Kemi kërkuar dhe një interpretim për këtë problem, por nuk na shkruar përgjigje nga organet qendrore dhe vazhdon të funksionojë kështu. Ndërsa për drejtorin e Drejtorisë së Turizmit në Bashkinë e Qytetit, dhënia e lejes për ndërtimin e këtij karburanti është mëse normale dhe është kryer në bazë të ligjit të ri mbi turizmin që i jep kompetenca të plota pushtetit vendor, sa i takon politikave për zhvillimin rajonal të turizmit. Flasim për një pikë karburanti që është brenda zonës së qytetit, është dhënë siç e thash në bazë të gjitha ligjeve dhe të kushteve që mund të merret një leje e tillë, aq më tepër kur këto janë kontrole që menaxhojnë dhe kanë një kontroll të themi të dy fishteve nga pushteti lokal por dhe nga Ministria e Energjetikës ose që nga Ministria e Financave. Mirëpo, sipas specialistëve të Inspektoratit Qendror të Kontrollit të Naftës dhe Gazit, bazohen në vendimin numër 170 të Këshillit të Ministrave, datë 25/4/2002,
për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e lejeve për tregtimin e naftës, gazet dhe në produkteve të tyre, ndërtimi i pikave të karburanteve brenda hartave të zonave turistike dhe në plazhe publike është ndaluar kategorikisht. Në rastin konkret, shpjegojnë ata, për pikën e karburantit në plazhin Skelu i ftohtë, as 50 metër larg bregut të detit, nuk është dhënë leje shfrytëzimi nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Kontrollit dhe ndërtimi i saj përbën një shkelje të pasur të ligjit për urbanistikën dhe VKM-s së cituar më lart. Grupi i unigjerimit ka kërkuar një shpjegim mbi atë çka po ndodh në plazhin Skel u i ftohtë edhe nga policia ndërtimore e qytetit si një institucion shtetëror që duhet të kontrollojë zbatimin e ligjit dhe në përputhje me të parandalojë për shkallëzimin e veprimeve të paligjshme. 3 ditë rresht në zyrat e këtij institucioni nuk u pa këmbë njeriu. Gjatë një ditë pritjeje të lodhshme pranë zyreve të këtij institucioni, mësuam se drejtori juridik gjendej i zënë me punë në bashki. Shkuam të takojmë atë, por ai nuk ka pranuar të bisedojë me ne, pasi e kishte të ndaluar nga shefi i kabinetit të kryetarit të bashkisë. Sipas tij, për programin hapur, përgjigjja mbi dhënien e lejeve dhe ngritjen e pikave të karburantit ishte dhënë nga drejtori i turizmit pak më parë. Nuk e autorizuar në famon të flasësh me Elin. Elin në turizmit, ai është autorizuar të vënë intervista dhe është në drejtim Gjorgjo. Korrupsioni dhe etja përfitim. Ky është motivi i dhënies së lejeve nga ana e kreut të bashkisë për çeljen e pikave të tregtimit karburanteve në zonën përgjatë vijës bregdetare. Ky pohim vjen nga Aleksandër Mita, drejtues i qendrës së zhvillimit të shoqërisë civile Vlorë dhe ish drejtues i lëvizjes qytetare Aleanca për mbrojtjen e gjirit të Vlorës. Në ftet para rreth 2 vjet është policia ndërtimore ndërhyri me forcë dhe ndaloi një ndërtim në buzë të detit. Dhe pas u prishën themelët e saj, sot pas 2 vjetësh shohim që është ngritur një benzinat. Kush e ka dhënë lejen? Natyrisht këtu ka interese, ka dhe fitime, të cilat nuk janë vetëm të atij që investon, por edhe të atyre që i japin këto leje pa asnjë kriter. Ajo që ka pëndodhë në kodra bidet, thonë arkitektë vjetër vlonjat dhe profesurët së shoqërisë civile, është një tjetër provë e babëzisë dhe korrupsionit të vendimarrësve në bashkinë e qytetit. Asnjë nga këto leje të quajtura të ligjshme, sepse janë dhënë nga organi i pushtetit vendor, nuk janë të ligjshme. Unë mendoj se ligji urbanistik, pavarësisht nga të metat që ka, nuk mund të lejoj ndërtime kaq pranë vijës së detit. Në kraj tjetër, kemi instrumente si prefektura, policia ndërtimore, kemi instrumente kontrolli qeveritar. Asnjëra nga këto nuk funksionon. Sot e kësaj dite, në syt tanë, bën ndërtime pa leje në buzë të detit, hidhen kamionet të tërë brenda detit për të ndërtuar pista, bare, investime të cilët vetëm e shëmtojnë, por nuk i japin asnjë vlerë bregdetit. 10 pallate 8 deri në 10 kate po zënë vendin e gjelbrimit dhe po prishin ekuilibret e një ekosistemi të virgjër miliona vjeçar. Sipas tyre, bregu i detit po betonizohet falë dëshirës korruptive të kryetarit të bashkisë dhe po sipas disa zërave pranë administratës së këtij institucioni shtetëror, mjaft subjekt të ndërtimi për të futur në xhep një leje të tillë për një pallat në qytet paguajnë deri në 50.000 euro, ndërsa për një pallat ndan detit deri 200.000 euro në dorë. Këtu flitet për shumë mjaft të mëdha. Shitja 1 metri katror mund të shkojë nga 1.200 deri në 2.000 euro. Padyshim që ka një xhiro favoresh midis palëve në pushtet, që nga e majta tek e djathta. Njëra palë favorizon tjetrën dhe njëra palë mbyll syt përballë shkeljeve ligjore të palës tjetër. Kush paguan për gjithë të zullume që po ndodhin përgjatë vijës bregdetare në Vlorë? Të veproj ligji, thonë disa, por kur ligjin e bën Maliqi, kur nga Ministria e Turizmit nuk tundet njëri të shohë çfarë po ndodh me vlerat e rralla turistike të një prej perlave shqiptare, atëherë kemi të drejtë të themi. Ligji i vitit 2007 mbi turizmin, miratuar nga ligjvënës që për interesa reciproke pushtetesh i varë mërqit nga qaftë e ujkut,
është bërë për të përfituar të gjithë ata që bëjnë ligje dhe ata që nxjerrin vendime kërëtëshësh dhe kërëtërëshësh bazuar mbi këto ligje. Në përfundim të kësaj historie, neve na lind e drejta të themi, emëruesi i përbashkët i këtyre veprimeve padyshim është një, korrupsioni. Këtu fillon dhe mbaron kjo çështje.